Ora News, të parët për lajmin e fundit. Sa e mrekullueshme që është kjo Adel. Kjo është fantastike, në mëngjes sidomos kjo është nuk e di. Dhe i ka paraprirë mjaft mirë bisedës ku do të flasim për ndryshimet që qytetet e Shqipërisë po përjetojnë, ndoshta ende pa përfunduara, për fat mirë duhet thënë që një pjesë e madhe e qyteteve të cilat ishin mbuluar nga errësira dhe ndoshta nga mungesa e investimeve tashmë po marrin një tjetër pamje. Jemi në një fazë ku ende po punohet, megjithatë disa prej tyre ne kemi mundur apo jo t'i shohim konkretisht nëpërmjet kronikave. Kantiere të hapura quhet, do të flasim për këtë çështje, për ndryshimin e qyteteve sot me zotin Alfred Dalipi, zëvendësministër i zhvillimit urban, po i cili merret konkretisht edhe me pjesën e fondit të zhvillimit të rajoneve. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ka patur, le ta nisim me pjesën le të themi jo të mirë, pasi ka patur gjithnjë kur bëhet diçka ka edhe debate këtu në Shqipëri, ka patur le të themi akuza për diferencime që po kryen për qytete të majta dhe qytete të djatha në investimet që ju keni kryer. Ju si keni parë, si vlerësoni këto akuza? Ndërsa shohim ndërkohë edhe pjesë nga fotot nga qytetet ndryshme, nga ndërhyrje që po kryen kjo në mos gabojsh në zona Dërmiut. Këto janë në zona periferike, por po kjo është pjesa e lagjes tradicionale të Dërmiut, në Kondraqe, por realisht që në fillim qasja ka qenë tek një filozofi që qytetet duhet bëhen të jetueshme dhe me një tendencë për të mos i braktisur. Ne po shikojmë që kushdo që studion, mbaron studimet, nuk rikthehet në vendin e lindjes, por tenton të ri në kryeqytet. Dhe realisht filozofia është e qartë. Nëse qytetin e lindjes dhe qytetin ku njerëzit fillojnë të ngrenë në thënëndrat, ti nuk e bën të banueshëm, nuk i jep tonet dhe ngjyrat që kërkon jeta e përditshme për të luftuar stresin, për të luftuar ritmin që merr jeta, për të ofruar mundësi ekonomike më të mëdha, atëherë njerëzit e braktisin atë dhe fokusohen tek qendra më e madhe atje ku është edhe të themi përqendrimi i energjive dhe i financave të një vendi. Kjo ka qenë që në një farë mënyre qeveria mbas 23-4 viteve të kthehet me një filozofi të qartë që nga veriu në jug këto qytete t'i bëj të jetueshme dhe të bien të paktën erën e qyteteve. Nuk ka qenë e thjeshtë sepse ka qenë një filozofi që është integruar me një sër elementesh. Pra, janë ngritur grupe arkitektësh, janë kontraktuar ato, janë marrë projekte të bëra nga njësitë vendore, janë selektuar ato, janë futur një përzgjedhje dhe më pas një asistencë tjetër të themi më profesionale, duke u pasuruar me element të kohës të infrastrukturës dhe të urbanistikës, po ashtu do të thonë edhe me zhvillimin e teknologjive për energjinë, për furnizimin, për ndriçimin e tyre, dhe që në thirrjen e parë është përqendruar tek filozofia për të qenë të persistuar në qytete me projekte jo 1 dhe 2, por intensive, që qytetarët mos rinë të presin që te qyteti tyre po bëhet punë dhe të shikojnë vetëm baltë dhe rër, por në një periudhë të shkurtër të shijojnë ndryshimin. Dhe kështu kemi vepruar me qytete tashmë që mbajnë kapacitete edhe turistike, pra rigjenerojnë dhe e kthejnë mbrapsht investimin në një farë mënyre, pra atje ku ti investon dhe hedh para, të ketë mundësi për fluks dhe vizitor, apo dhe zhvillim ekonomik që ato para të buxhetit shtetit të rikthehen mbrapsht në formën e taksave për shkak të zhvillimit që merr qyteti. Po cili ka qenë kriteri? Ka patur kriter për zgjedhës, sepse thamë që janë bërë diferencime, sepse fondet sigurisht që nuk dëshira do të ishte që të ndërhyej paralelisht në të gjitha qytetet, po nuk mund të ndërhyjet edhe për shkak të fondave. Në 20 qytete e para njëherë që nuk ka pasur fare për zgjedhje të karakterit gjeografik dhe të karakterit politik. Është ndërhyrë dhe janë financuar projekte në Shkodër, që nga thirrja e parë dhe tek thirrja e fundit që po futemi në një zonë historike me rrugica, dyer, dritare prej drurit karakteristike, po flas për thirrjen e parë të vitit 2015. Jemi futur në një qytet që realisht
po të flasim tek filozofia e rikthimit të investimit, këtu edhe mund të mos qëndroj, po flasim për qytetin e Kukësit, një qytet që buxheti i shtetit, me thënë të drejtën, për 24 vite nuk e ka trajtuar për sheshin, rrugët, ndriçimin, gjithë infrastrukturën urbane të këtij qyteti. Dhe ka një braktisje totale të qytetit drejt qyteteve të tjera, por konkretisht drejt kryeqytetit. Dhe qyteti i Kukësit në thirrjen e parë të 2015-s ka marrë një fond prej më shumë se $2 milion. Duke marrë pamje i qyteti, sepse ndonjëherë humbet edhe pamja një qyteti në rastet kur nuk investohet, apo jo? Pikërisht, dhe është një nga projektet, po themi që nuk është marrë si gjeografi apo si zonë politike, po flasim të dyja qytetet janë qytete që administrohen nga të djathët dhe ndodhen në veri të vendit. Dhe po flasim për kapacitetet të mëdhaja financiare. Nëse flasim që janë parashikuar në thirrjen e parë 2.8 miliard ose $28 milion, $3 milion janë vetëm këto të dyja. Ndërkohë që flasim, këtu është një pamje në mos gaboj se si ka qenë njëri nga qytetet përpara ndërhyrjes, kjo është pamje nga Erseka. Kjo është pamje e qytetit, domethënë të Erseka, është një, domethënë po flasim për qytete periferike. Edhe kjo është i bie që të jetë qendra praktikisht e Ersekës. Kjo është qendra e qytetit. Realisht këtu është një projekt ambicioz, po flasim domethënë që sepse që në fillim fare ka qenë për të hequr asfaltin dhe betonin nga qendrat e qyteteve, për t'i pedonalizuar, për t'ia kthyer qytetarëve, dhe të gjitha qendrat e qytetit po shkojnë drejt Gurit dhe qytetet të cilat këto qendra dhe sheshe kanë për t'i trashëguar me qindra vite, sepse duke mos humbur dhe identitetin apo jo dhe traditën e secilit qytet. Besoj është edhe ky në qëllimet arkitekturore. Në pjesën më të madhe jemi përqendruar elementëve lokal. Pra, në Berat, pedonalja Beratit... Shkojmë edhe tek pjesa e pedonales të Beratit, tek Berati, po mendimin e regjistë. Në Berat, pedonalja Beratit sigurisht të gjithë elementet i ka lokal. Që nga Guri, po ashtu do të thënë edhe Truri, dhe një pjesë të madhe të themi të infrastrukturës të përdorur në këtë projekt. Aty ka qenë një projekt i përbashkët bashkë me fondin amerikan, ku në disa qytete dhe në Kruj, me që juve insistoni tek pjesa e të djathtës dhe të veriut, dhe në Kruj kemi pasur një bashkëpunim me fondin amerikan për rehabilitimin e qendrës historike të qytetit, për pazarin dhe për mundësim e aksesimit drejt objektit qendror të qytetit që është Kalaja, pra për rrugën atje ku nuk kalonin dot as makinat as autobusët për të shkuar dhe për ta vizituar nëpërmjet turistëve. Ka qenë një bashkëpunim i suksesshëm, është një projekt tepër i cilësishëm, do të thotë që po zbatohet në qytetin e Krujës, po flasim për gjithë qendrën e pazarit. Një rehabilitim që nuk i ka ndodhur prej 500 vjetësh, sepse realisht edhe ndërhyrja aty ka qenë shumë e kujdesshme. Edhe për zgjedhja që është bërë nga autoritetet vendore ka qenë mbi bazë të disa kritereve strikte, ku bashkëpunimi ka qenë disa palësh me disa ministrisë së bashku, pra me ministrinë e Zoti Dalivi, çfarë pritet të sjellin gjitha këto ndërhyrje, sepse dikush mund të ngrihet edhe të thotë, ore këta po ndërhyjnë për pjesë imazhi, ndërkohë që ka ende njerëz që marrin bukë me lista për shembull. Pra çfarë sjellin konkretisht këto ndërhyrje? Jeni në këtë qendrën, domethënë këtu, siç është ndërhyrë domethënë në qendrën e Pukës, po flas për fasadat, siç ndërhyret në qendrën e Bulqizës, në qendrën, po flas për qytetet vogla, qendrën e Përmetit, qendrën e Librazhdit, qendrën të gjitha këto këtu kthehen në zonë ekonomike. Duke kthyer në zonë ekonomike, kthejnë vëmendjen dhe përqendrimin të qytetarëve, rrisin mundësitë ekonomike të qytetarëve për t'i kthyer tashmë këto në biznese të një standardi, sepse aty janë vërtet ashtu si thoni ju, dyqane që shitet bukë me listë, por tashmë duke qenë një qendër të themi e urbanizuar, kthehet jo vetëm në qendër të urbanizuar, por edhe në qendër e ekonomike. Tashmë ajo jetëzohet, sepse është braktisur. Jo vetëm ka më motivacion, apo jo që të vizitohet. Qytetarët nuk vinë aty, qytetarët shkojnë dhe përqendrohen në periferi, në qoshe ku ka hi apo ku ka një infrastrukturë të vogël, kurse tani të gjithë elementet aty janë marrë të integruar. Dhe kështu po merren në qendrën e Tepelenës, po flasim për një qytet që ka histori dhe askush nuk mendonte po tikte në Gjirokastër apo në Sarandë të qëndronte në Tepelenë, kur ishte Kalaja e Tepelenës, ku është një nga elementet që
që mund të kthehesh në retrospektive të komunikosh me historinë, aty nuk kishte çfarë të komunikoje. Ishte një pikë karburanti që i kishte vendosur dhe një çadër një prej torave të Kalas dhe asnjë gjë tjetër, e pa vizitueshme, e pa shikueshme dhe duke sikur realisht këta njerëz që jetojnë këtu e kanë harruar qytetin e tyre, kanë harruar vendin e tyre. Pra dhe ne, na jepet mundësia për të administruar, të themi, shanset që jep buxheti i shtetit për qytetarët, i harrojmë ata. Kurse në këtë e kthejmë vëmendjen tek qytetarët. Sheshi që po bëhet në Tepelen, po rivitalizon edhe një pjesë të Kalas, po e ndriçon atë dhe më pas do të bëjë domethënë të mundur që edhe qytetarët që kalojnë poshtë Kalas dhe hikin drejt për Gjirokastër të mund të kthehen, ta vizitojnë, të qëndrojnë aty, të mund të pinë një kafe, duke shijuar domethënë edhe objektin që mbar 300 vjet histori. Në të kundërt unë e them edhe vetë personalisht, jo tani sepse është një nga punët që po bën Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, financuar nga qeveria shqiptare, sepse duhet insistuar këtu që janë fonde tërësisht buxhetore. Dhe këto qytete nuk kishin parë persistim qeverie dhe dëshirë për t'i ndryshuar ato. Kemi hyrë në Elbasan, në Durrës, në Berat dhe në Gjirokastër. Po, jemi ndërkohë dhe me pedonalen e Qeparo. Këtu është edhe projekti Vion deri në cepin tjetër, pra ku lidhet me rrugën nacionale, është një pedonale që shkon gati 1 kilometër e gjysmë. Ka padur edhe ndërhyrje, si të shohim, ka padur dhe shëmbje për të... Ndërtimeve ndoshta pa leje. Tani këtu jemi futur domethënë edhe një debat që të ruajmë pak edhe ambientin dhe natyrën dhe jemi bërë pjesë e bashkëpunuese edhe me ambientalistët, sepse që të rregullosh duhet edhe të prishësh. Dhe jemi futur domethënë pak anës shkëmbore, por bashkëpunimi me qytetarët në Qeparo ka qenë i suksesshëm, ata e kanë kuptuar rëndësinë e projektit, sepse edhe gjitha kjo këtu, duke qenë që nuk është e një trajtshme, ndërhyrja në Qeparo do ta kthejë gjithë të pedonale dhe në zonë ekonomike. Pra, të gjitha ato shtëpitë ku diku janë karakteristike, diku janë domethënë të reja, diku janë domethënë të vjetra, të gjithë të pedonale mund ta kthejnë nesër pas nesër, përveç një shëtitore, sepse gjerësia domethënë vende është shumë e madhe, shkon në 8 metra, 9 metra, mund ta kthejnë domethënë edhe në një zonë pushimi ose restorantesh të vogla, zona shërbimi baresh. Do ketë aktivitet edhe gjatë sezonit dimror, sepse të paktën këto vende vetëm gjatë verës kanë gjallëri, jetë dhe prezencë njerëzish. Pikërisht, dhe realisht ne ja kishim lënë mëshirës së fatit, të gjithë atë kapacitet turistik. Tashmë domethënë njerëzit mund të shkojnë, aty nuk kishte ku parkoje makinën, nuk ecje dot sepse domethënë mund të çashe nga hekurat, nga shkëmbin, nga gurët, nga betoni që ishte hedhur nga qyteti. Kurse tashmë po bëjnë një projekt të konceptuar që në fillim për të gjithë bregun e këtij kapaciteti turistik që ka fshati i Qeparojit, duke nënvizuar që këto janë disa faza. Faza e parë ishte kjo, që është 85 milion lekë të reja, është faza e dytë që mbaron të gjithë pedonalen dhe ndriçimin që e kthen në një nga objektet më të atraktive të gjithë bregut të Jonit. Faza e tretë është rehabilitimi të gjithë fshatit duke unifikuar fasadat, ndërtesat. Këtu kemi nisur edhe bashkëpunimin me qytetarët, pra me ata që banojnë aty në fshat, sepse në një pjesë e shtëpive do të arrijnë, do të thonë që do të preken ato që janë të papërfunduara, që janë në kolonat e betonit, pra do të arrijnë të unifikohen duke u bërë domethënë me çati, do të ridizenjohen dyer, mure, dritare, rrugica. Për të unifikuar në një farë mënyrë. Pikërisht që të krijohet një imazh. Për të patur, Zoti Talibi, një ide sa para janë investuar nga buxheti i shtetit 2014 për gjithë këto projekte dhe sa është parashikuar të investohet për 2015? Duhet të nënvizoj që Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve, që kryesohet nga kryeministri, administron ose merr në shqyrtim projekte që administrohen nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve të disa ministrive të linjës. Pra, ato që kanë të bëjnë me arsimin dhe sportin, dhe ne kemi ndërhyrë në këto qytete, në 10 qarqe, në qendrat e qarqeve, kemi ndërhyrë edhe në 40 fusha sportive. Pra, me një projekt që themi shkolla e hapur,
të gjitha palestra, fusha të cilat t'i krijojnë një akses qytetarëve duke qenë tashmë me mure jo të mbyllura të shkollave, por të jenë të hapura, dhe kjo është administruar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve të Ministrisë së Arsimit. Është fondi i zhvillimit të rajoneve të Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës, e cila administron ujësillsat dhe kanalizimet. Pra, në total, në vitin 2014, kanë qenë $150 milion, këto jo vetëm nga Fondi i Zhvillimit të rajoneve të Ministrisë së Zhvillimit Urban, pra të infrastrukturës vendore për rehabilitimin urban. Ne po flasim tashmë për atë çfarë përgjigjet Ministria e Zhvillimit Urban për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve të infrastrukturës vendore dhe rajonale për infrastrukturën urbane. Dhe për këto, vitin 2014 janë investuar $68 milion. Thirrja e parë e organizuar para një jave, që përmendëm projektet që sapo janë miratuar, do të nënvizoj që sërish kemi qëndruar në Durrës, ku shumë që mund ta kenë vizituar këtë muajin e fundit kanë parë që të paktën ajo zonë që quhet turistike e Durrësit, që 23 vjeçari e kishte kthyer, do të thonë, në një kakofoni urbane, bie era Bregdet. Ndjen ndryshime, pra. Edhe është i dukshëm dhe i ndjeshëm. Janë mbi 1000, të themi, mbjellje palma që ofrojnë atmosferën e detit. Është bërë një objekt i cili duhet patjetër në një zonë që banohet gjatë verës për mbi 200.000 banor, pra pedonalet e bicikletave, njerëzit nuk kishin, do të thënë, në një aks kaq të madh ta bënin, ka mundësi, do të thënë, që ta bësh edhe me këmbë, ta bësh edhe me bicikletë. Pra, është ndryrë në trotuare, është ndryrë në ndriçim, është ndryrë, do të thënë, në gjelbërim, dhe është ndryrë në të gjithë infrastrukturën për të pasur akses direkt, do të thënë, në det. Dhe këto projekte kanë edhe një faturë tjetër financiare. Ne kemi ndryrë dhe në shpronësime, që do të thotë atje ku kemi prishur dhe ka prona të dokumentuara, që kanë certifikata pronësie, ne kemi, dhe kjo është një faturë tjetër financiare e buxhetit të shtetit, dhe për këtë realisht janë shpenzuar jo pak para, por $15 milion, vetëm për projekte të kësaj natyre. Si po themi dhe për bregun e liçenit që prap të Ohrit, që është Fondi i Zhvillimit të rajoneve, po bën një nga akset më atraktive të Shqipërisë, 17 kilometra i gjatë. Realisht është një objekt që mbas 2 muajsh i ftoj të gjithë që deri në ver do të kemi të përfunduara pjesën më të madhe, le të themi të paktën në qytetet turistike, do të kemi një pamje tjetër? Edhe kjo historia e verës apo e vjeshtës nuk është qëllim, por objektet të cilat kanë filluar vitin e shkuar, kanë sipas kontratave edhe afatet e përfundimit. Një pjesë përfundojnë në mars, në prill dhe në maj, por për ne filozofia është e qartë që në fund të 4 vjeçarit qytetet padyshim pjesa më e madhe e tyre do të kenë një pamje tjetër dhe do të ketë edhe një qasje ndaj qytetarëve për këto qytete që do të fillojnë të mendojnë për të ngritur ekonominë në qytetet e tyre dhe jo për të drejtuar të gjithë kryeqytetit dhe kryeqytetit. Ju falenderojmë për këtë bisedë, për ndryshimin e qyteteve dhe investimet që po kryen. Faleminderit për ftesën.